Adhurues të basketbollit, ku do qeni duke na shiku në këto qaste në Kosovë, Evropa apo Amerikë, mirë se erdhët në kryendeshjen e Xhiros së 5 të edicionit të si vjetëm fantastik të Pro Credit Superligës, ku Sigal Prishtina po e pret Go Plus P, njërën nga dy skuadrat lidere ende të pamposhtura, direkt nga palestra e rinisë e sporteve në kryeqytet, me ju së Diamona Gonfehmiu, lojtarit më të mirë të gjitha kohëve në Kosovë, i cili po luan me 13 presje 5 pikë në ndeshje dhe është snajperisti më i mirë i ekipit. Dueli fillon, nuk ka pozita të lehta për të gjuajtur Dardani, e pa se si po i prejnë ato vijat e pasimit. Edhe një sekond, Dardani në stilin e tij, sikur se dikur. Luan me shpinë, dy flok gjatët Bailey dhe Green, bukur Green me Dardanin, topi shkon shpejt lëviz. Deondre, Herndon për mrekulli atje, e mbledh dy lojtar, 4 fitore pa humbje dhe pason ndeshje, do të ndeshet me yllin për mrekulli atje. Otri atje për Burnsin, bukur atje, tenton t'i shmangët, depërton deri në fund, realizon për e përsin e par 8-6 plus faul, do të ketë edhe një gjuajtje të lirë. Ka Kruki, blok për Otrin, i cili lanson dhe treshën e parë sonte e realizon. Në anën tjetër edhe Bailey mirë po pa sukses, tentim për treshe dhe për mrekulli me një seri fantastike, e kthem për Greenin. Kthehet në mbrojtje Sigal Prishtina, mala i vetmuar, edhe një herë për të rikthyer përsin. Pas qereku të parë 22-24 aktualisht, Edwards mbi Kramerin tenton atje sa bukur e pengoj, por e përmirësoi dhe realizoi të dyja skuadrat patën e përsi maksimale për 6 pikëve. Burns përgjigjet në anën tjetër për 24 me 28 e zbut, depërton deri në fund e shetë vetmuar atje Flaytonin, i cili lanson, topi hamendet aty në mostyn dhe në fund hyri. Doni pasoj te Valmiri, i cili e huqi, Armstead me treshe për 28 me 37, e përsia më e lartë. Ka Kruki e vjet bukur këte top, për mrekulli atje të Dion Hagjosa, i cili posa u inkuadrua në loj, realizoj. Dardan Berisha për Johnsonin, i cili tenton dhe treshen e realizon, çmendet atje ka Kiusis. Me të vërtet 3 pikëshat e PS janë shumë të rrezikshme. Dioni tenton dhe përgjigjet. Bukur atje lojnë krijon hapsin, nuk ka mismatch, ndrim të gabueshëm të lojtarëve. Tenton atje dhe realizon Lambotri. 13 qershori ka filluar edhe dueli tjetër. Dardan Berisha me të parën atje, Dardani lanson projektilin e tij për Edwardsin, pika 9 e tij, tenton të përgjigjet me treshe dhe e bën këtë Burns. Në fakt po, ishte Deondre Burns, pardon. Në anën tjetër me njëherë vjen përgjigja nga Taj Green. Pretendon Dardani, tentimi Arjanit në brendi për mrekulli, asiston Azemi. Dardani depërton, sa bukur atje, 3 veta i mbledhi dhe asistoi në fund. Sa bukur në thellësi. Vetëm 8 minuta deri tash. Atje shumë agresiv në kosh. Green me kërcim, Malcolm Armstead me treshën e tij të dytë rresht. Bombardon. Përgjigjet në anën tjetër Bailey për 59 me 68 në anën tjetër. Jordan Johnson e shfrytëzon shpejt lëviz topi.
Arjan Azemi deri në fund depërton, përbirohet dhe rezultatin afron në 68-72. Pas aty në 2 treshëve për mrekullia atje Don Polloshka edhe njëherë lufton që të pranon top Polloshka, por nën kosh mbrojtje dopte Bejlit. Armstead dhe Polloshka i cili luan mbrojtje të mirë. Lek Andreaj e blokon atje Dardani Danielin, por e përmirëson dhe realizon. Sa bukur në thellësi. Lambotri asiston. Green shpejt lëviz topi e këtu janë të rrezikshëm pejanët. Kjo lëvizje, ky qarkullimi topit tenton për 3 pikë Azemi, i cili realizon treshën për 88-93, por shumë vonë përmbyllet me fitoren e Go+5